Faleminderit kryetar, deputete Kica Xhelili, unë përkundrazi thashë respektoj si grua, femër, po jo si politikane dhe drejtë e imja. Unë nuk kom mjell, as nuk mjelli gjuhë të urrejtjes, përkundrazi gjuha urrejtjes këtë parlament është instalu nga ky subjekt politik I cili sot udhëheq me vendin, edhe besoj që një forma po tjetër edhe ju pak keni kontribuar në këtë pjesë të si meni I shiqoni edhe ato postimet tua në kaluarën, kur ishe pjesë e këtij subjekti, ke ndikuar një forma po tjetër në gjuhën e urrejtjes. Unë jam me prind, jam me babi 3 vajza, kom gru, kom nën, edhe respektoj shumë femrën. I respektoj edhe burrat edhe gratë, po në dallim, burrat e gratë I respektoj ma shumë, qashtu kom një tradit familjare. Andaj është mirë, kur ta citosh fjalimi dikuj, sepse ju jeni deputete, si që me dhone, nuk je mësuse, as drejtoresh këtu me na mësu shka me thonë, është mirë me thonë shka ki plan me thonë për veti, po jo mu referu fjalime dhe deputetve tjerë, sepse nuk të kena kërku këshill. Në moment që na duhet këshilla juaj, me respekt edhe me kënaqësi kisha kërku nga ju një këshill. Faleminderit.